Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se vini në një tjetër episod të emisionit Zona Tech. Hapësirë kjo ku ne mund të flasim për zhvillimet e fundit të botës së teknologjisë, por jo vetëm. Do të përmendim rubrika të ndryshme, si për shembull pak histori ose personazhe të njohura, por gjithashtu dhe lajmet e javës si dhe kuriozitete teknologjike shumë interesante. Është kënaqësi të jemi sërish së bashku për të vazhduar udhëtimin tonë rreth teknologjisë dhe për të mësuar më shumë rreth saj. Pa humbur kohë, le të fillojmë me lajmet e javës. Çfarë ka ndodhur këtë javë në botën e teknologjisë? SBA miraton rregullin 50% rule, që mund të ndikojë në kompanitë e inteligjencës artificiale. Departamenti i Tregtisë shton kufizime për gjysmë pronësish që janë në kontroll të entiteteve të listuara për eksport dhe sanksione. Gjatë vitit 2025, kompanitë izraelite teknologjike ngrumbulluan $11.9 miliard dhe në financime, duke pasur rritje të lartë të marrëveshjeve më e ndamë. Pra, është kjo një mënyrë që mund të themi që teknologjia avancon pavarësisht dhe konflikteve që ka Izraeli në ditët e sotme. Amazon zbulon produkte të reja në eventin e tij të shtator 2025-s. Përfshihet Echo Dot Max, kamera të reja Blink, versioni i ri i Kindle me ngjyra, si dhe integrime të zgjeruara për Alexa Plus. Pra këto janë të gjitha. Alexa Plus është një pajisje që përdoret me dëgjimin e zërit, pra ti mund t'i flasësh asaj dhe të jep përgjigje për pyetje që mund t'i googëlloje, t'i kërkoje në internet, ose gjithashtu të kryej funksione të ndryshme. Në ditët e sotme ka filluar që të lidhet edhe me shtëpinë. Po, për shembull ti mund t'i thuash hey Alexa, mbylli dritat e shtëpisë, se më ndis lavatriçe, nuk e di, mund t'i japësh komanda nga më të ndryshmet, dhe sa vjen dhe po bëhet akoma më e avancuar si teknologji. Po. Kina po redukton investimet e saj jashtë vendit në zinxhirët e vendeve europiane dhe investon në teknologji të reja çip për të konkuruar globalisht. OnePlus paraqet modelin e ri të telefonit, ndërsa Google përgatit për live search me pamje dhe përmirësime të inteligjencës artificiale. OnePlus është një kompani jo shumë e njohur në ditët e sotme nga publiku i gjerë, por që cilësohet shumë për kualitetin e saj, pra për cilësinë e mirë që ajo ka. Pëlqehet shumë nga të gjithë dashësit e teknologjisë. Gjithashtu edhe live search ka shumë tipare të mira, pra përmirësime. Unë personalisht nuk i kam dëgjuar që të dyja, siç shumica nga publiku ndoshta nuk i ka dëgjuar, por në kohët e sotme inteligjenca artificiale po bëhet shumë e përhapur. Po. Ne do të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe do të rikthehemi në studio me një të ftuar shumë special. Na ndiqni. Në qytetin e Korçës po rritet një talent i jashtëzakonshëm. Një djalë vetëm 12 vjeçar nga shkolla Sevasti Qiriazi ka tërhequr vëmendjen e mësuesve dhe bashkëmoshatarëve për aftësinë e tij për të krijuar imazhe ose holograma nëpërmjet inteligjencës artificiale. Ai quhet Deon Gjoka dhe sot është i ftuar me ne në emision. Faleminderit Deon, përshëndetje që e pranuat ftesën. Si e zbulove dëshirën tënde për të marrë me teknologji? Unë në fillim e zbulova nga prindrit e mi, të cilët më futën në këtë rrugë dhe që në moshën 9 vjeç e ndjek atë. A ke ndjekur trajnime për teknologjinë? Po, kam ndjekur trajnime dhe bëhet gati 4 vjet që i ndjek ato deri tani. Çfarë ke mësuar nga këto trajnime? Unë kam mësuar gjuhë të ndryshme programimi si Python, C++, JavaScript, por edhe si të punoj me inteligjencë artificiale. Unë di që ti ke qenë i lidhur me Korça Innovation Hub. Po. Çfarë ke bërë me ata? Me ata, në fillim të vitit 2025, kemi bërë një projekt, Mars Explorers, që 6 dje mbijetojnë në Mars, dhe si mund të mbijetojnë ata. Çfarë mësove ti nga ky projekt? Pra çfarë roli kishe ti në realizimin e këtij projekti? Unë kisha një rol shumë të rëndësishëm, pasi isha ai që gjenerovi videon e fundit, dhe gjithashtu mësova se nëpërmjet bashkëpunimit çdo gjë është e mundur. Deon, përshëndetje. Përshëndetje. Unë dua të të bëj një pyetje tjetër. Si lindi pasioni yt për inteligjencën artificiale? Pasioni im për inteligjencën artificiale lindi që nga momenti që unë e kuptova se inteligjenca artificiale është e ardhmja e botës dhe çdo gjë do të fokusoj atje, kështu që unë e ndoqa këtë rrugë. Po, dhe është shumë e vërtetë që inteligjenca artificiale sot
po evolon shumë. Po fermon të altë. Po, dhe cili është projekti yt që realizove me inteligjencën artificiale? Projekti i parë që unë kam krijuar është Mars Explorers, siç e thashë më përpara, për 6 djem që mbijetojnë në Mars dhe se bashkëpunimi është shumë i rëndësishëm kur do të mbijetosh. Çfarë programesh përdor zakonisht për krijimet e tua? Për krijimet e mia, për gjenerimin e videove unë përdor Magic Light, ndërsa për përputhjen e tij përdor CapCutin. Po, ka ndonjë projekt që e konsideron më të veçantë deri tani nga ato që ke krijuar vetë? Projektin më të veçantë unë konsideroj atë të Lasgushit, sepse Lasgushi u dha një mesazh shumë të fortë të rinjve, që të kur mos i shkëputen librit, por gjithashtu ishte edhe një vepër shumë e bukur, sepse ishte edhe vajza e tij e ftuar atë. Çfarë ke bërë ti në këtë projekt? Në këtë projekt unë kam bërë dokumentarin për Lasgush Poradecin, për jetën dhe krijimtarinë e tij, kam bërë këngën e tij e bazuar në poezia Dremit Liçeri, si dhe videon prezantuese dhe përshëndetjen e vajzave të tij në atë video. Deon, ti me inteligjencën artificiale ke krijuar edhe himnin e shkollës Sevasti Qiriazi. Si lindi ideja për ta krijuar këtë himn? Ideja lindi nga mësuese Miranda, e cila tha pse të mos e bëjmë himnin e shkollës, sepse çdo shkollë tjetër e ka një himn dhe ne gjithashtu krijojmë himnin tonë. Dhe si lindi ideja për ta krijuar himnin e shkollës Sevasti Qiriazi? Lindi, siç e thash, nga mësuese Miranda, e cila ishte iniciatorja e kësaj ideje, dhe më pas unë e krijova atë me inteligjencë artificiale dhe ai u prezantua ditën e parë të shkollës, kur filloi shkolla. Pra ju keni himnin tuaj të shkollës, ndryshe nga të gjithë ne që këndojmë himnin shqiptar. Sa është shumë gjë e veçantë. Në kohë në shkolla është bërë gjithmonë pjesa e dyfishtë, edhe me himnin e shkollës të krijuar edhe me himnin kombëtar. Është shumë interesante. Po. Dhe unë si u ndjeve kur e prezantove për herë të parë himnin para gjithë shokëve dhe mësuesve? Unë ndjeva shumë i lumtur sepse çdo njeri ma vlerësoi punën dhe mendimin që unë kisha futur në atë punë, por gjithashtu edhe mësueset ma pranuan shumë. Si u ndjeve ti që të kishe kaq shumë njerëz rreth e rrotull që të përgëzonin për himnin që krijove? Unë ndjeva shumë i lumtur sepse çdo njeri ma vlerësoi punën, por gjithashtu ndjeva shumë i lumtur që shkolla ishte e veçantë nga të tjerat dhe kishte himnin e saj. Cilat kanë qenë reagimet që të kanë bërë më shumë përshtypje, qoftë nga mësuesit ose edhe nga bashkëmoshatarët e tu? Reagimet që kanë qenë më të bukura për mua ishin ato të shokëve, të cilët u habitën kur nuk dëgjohan himnin kombëtar, por dëgjohan himnin e bërë me inteligjencë artificiale. Çfarë aplikacioni përdore ti për krijimin e himnit? Për krijimin e himnit unë përdor aplikacionin Suno, i cili është për gjenerimin e këngëve. A ke hasur vështirësi në mësimin dhe përdorimin e mjeteve të inteligjencës artificiale? Në fillim unë kam hasur, por pasi studimeve të mia që unë kam kryer, tani është më e lehtë. A ke ndërmend ndonjë projekt tjetër që do ta realizosh në të ardhmen, ose ndoshta je duke punuar tani momentalisht për ndonjë projekt? Momentalisht nuk jam duke punuar për një projekt, por kam dëshirë të krijoj gjithashtu dhe motrat Qiriazi, sepse janë shumë të lidhura me shkollën. Prap kontribut për shkollën tënde. Është shkolla Sevasti Qiriazi është shumë e fat që ka një djalë si Deoni, i cili kontribon me produktet e tij në lidhje me teknologjinë për shkollën. Dhe a mendon se do të vazhdosh të punosh në teknologji kur të rritesh, të bësh më i madh, pra cila është puna jote e ëndrave? Puna ime e ëndrave është që të jem një programues i përgjithshëm, si gjithashtu për inteligjencë artificiale. Dhe kjo është, dhe unë do të vazhdoj në këtë fushë. Dhe unë të uroj shumë suksese. Faleminderit. Dhe unë çfarë mesazhi do t'ju jepje të gjithë fëmijëve, bashkëmoshatarëve tënd që kanë pasion për teknologjinë, kanë dëshirë që të merren me të? Ajo që do të përcjell bashkëmoshatarëve të mi është që kur të mos i ndahen pasionit të tij dhe pa punuar asgjë nuk arrihet. Ne të urojmë shumë suksese, Deon. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit që ishe këtu me ne sot. Është momenti të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi në studio me rubrikën e radhës. Është momenti të flasim për një moment nga e kaluara, sepse pa një orë të kaluara nuk mund të flasim për teknologjitë që janë zhvilluar sot apo jo, Elena. Historia e teknologjisë është plot me momente të papritura, nga shpiket që dështuan, por hapën në rrugë të tjera më të thella për revolucionin e sotëm.
Dhe këto histori na kujtojnë se inovacioni nuk është asnjëherë i menjëhershëm. Është një proces i gjatë me sfida, me të papritura gjatë rrugës. Dhe disa prej tyre ja vlen të kujtohemi. Dhe sot pikërisht do të flasim për kompaninë shumë të njohur, besoj, që është kompania Apple. Kur Apple prezantoi iPhone-in e parë në vitin 2007, pak vetë mund të parashikonin ndikimin që ky telefon do të kishte në ditët e sotme. Po. Pra iPhone-i ka dalë që me iPhone 7-ën dhe jemi sot në iPhone 17. Shumë evolucion. Nga një telefon inteligent i thjesht, iPhone-i u shndrua në simbolin më të njohur të teknologjisë bashkëkohore dhe një nga produktet më të suksesshme komercialisht në histori. Historia e iPhone-it është një tregim për inovacionin, vizionin dhe ndikimin e thellë që ka ajo sot në shoqëri. Gjithçka filloi në vitet 2000, ku Apple arriti që të kishte një sukses shumë të madh me iPodin, që ishin ato pajisjet e vogla MP3 që ti thjesht mund të shkarkoje një këngë. Po. Ke patur ndonjë iPod? Jo, nuk kam patur asnjë iPod, do doja të kisha, por në atë kohë besoj shumica e njerëzve nuk kanë pasur dhe mundësi ta blejnë, mendoj, sepse ka qenë një produkt shumë i shtrenjtë dhe shumë revolucionar për kohën. Po. Steve Jobs, bashkëthemeluesi karizmatik i Apple, kishte një vizion. Ai dëshironte që të krijonte një pajisje që bashkonte një telefon, një pajisje muzikore dhe një shfletues interneti në një të vetme. Mendoj mati që do ketë qenë shumë e lodhshme që të përdorje vetëm iPodin për të shkarkuar muzikë dhe mos kishe mundësi të bëje foto, të kryej telefonata, të përdorje aplikacione të ndryshme dhe Steve Jobs ka pasur një vizion vërtet të interesant dhe shumë kreativ. Po. Në 9 janar të vitit 2007, gjatë një konference të Apple, Jobs prezantoi për herë të parë iPhone-in origjinal, duke thënë se sot Apple do të fillojë që të rishpik, pra të rikrijojë telefonin, po. Dhe kjo fjali do të mbetej ikonike në historinë e teknologjisë. iPhone-i i parë është iPhone i njohur si iPhone 2G. Ishte një pajisje me ekran të plotë, pa prekje, pa tastier fizike, çka ishte e pazakontë në atë kohë. Ai kishte një dizajn elegant, një interfaqe të thjeshtë për përdorim dhe ishte shumë më shumë se sa thjesht një telefon. Ishte një kompjuter në xhep, pra ndryshe nga telefonat e asaj kohe si BlackBerry që e kishte tastierën fizike, iPhone-i solli revolucion sepse nuk kishte një tastier dhe ishte vetëm me prekje. Me prekje në ekranit. Dhe ka qenë telefoni i parë i cili doli me prekje. Megjithatë kishte mungesa sepse nuk kishte as 3G as App Store, ai vendosi themelet për të ardhmen, pra nuk kishte vende për të shkarkuar aplikacione që shumica prej nesh sot i kanë. Po. Dhe iPhone 3G erdhi në 2008-ën dhe solli internet më të shpejtë dhe App Store-in, i cili ndryshoi përgjithmonë mënyrën se si ne i përdorim aplikacionet. Dhe gjithashtu në 2009-ën ai përmirësoi dhe kamerën. Më pas, një vit më vonë, në 2010-ën, del iPhone 4, e cila solli një dizajn prej xhamit dhe çeliku, me ekranin Retina dhe kamerë shumë të përparuar për atë kohë. Më vonë, edhe një vit tjetër më pas, në vitin 2011, del seria e iPhone 4S, që ishte i pari me asistencin zanor Siri, besoj të gjithë e kemi dëgjuar Sirin. Po, patjetër. Duke futur idenë e inteligjencës artificiale në përditshmërinë tonë. Dhe është e çuditshme se si gjithmonë Steve Jobs çdo vit lançon nga një iPhone të ri. Tashmë ka filluar po i bën nga 2. Gjatë këtyre viteve, iPhone fitoi popularitet global dhe Apple u bë kompania më e vlefshme në botë që besoj që ndron edhe në ditët e sotme. Përveç aspektit teknologjik, iPhone u bë dhe një simbol statusi, një pjesë e pandashme e jetës moderne. Ai ndikoi në mënyrën se si ne komunikojmë, punojmë, ndërveprojmë, dëgjojmë muzikë dhe navigojmë në çdo kohë, apo jo, sepse telefonat janë kthyer në domosdoshmëri në ditët e sotme, po. Po gjithashtu në të njëjtën kohë, App Store krijoi një industri krejtësisht të re dhe gjithashtu për zhvilluesit dhe për bizneset digjitale. Më vonë, iPhone 5, 6 dhe 7 vazhduan me rritje të madhësisë së ekranit dhe me përmirësime të kamerës dhe performancës. Më vonë në vitin 2017, iPhone X, pasi i shënoi 10-vjetorin e kompanisë Apple, solli dizajnin pa butona me Face ID
dhe ekranin OLED, që ishte një ndryshim tepër i madh në dizajnin e iPhone-ve të ato koha. Dhe me sa mbaj mendon iPhone-at e vjetër kishin një buton që ishte me fingerprint dhe nuk ekzistonte Face ID-a, kurse me iPhone X-in Steve Jobs e hoqi atë butonin dhe vendosi identifikimin me fytyrë, që të hapet passwordi i telefonit vetëm kur ti nxjerr fytyrën tënde dhe identifikon atë në kamerë. Dhe është shumë e çuditshme sepse kam parë kohët e fundit një video që po qarkullonte në TikTok, tani për Halloween një person VIP kishte bërë kostumin e tij me kokën e vet. Dhe po provonte testonte iPhone-in nëse do t'i hapej apo jo, do ta njihte fytyrën apo jo. Nuk ju hap sepse sigurisht teknologjia është aq shumë e avancuar sa ajo lidhet me retinat e syrit. Dhe syti ishte kukull, nuk lëvizte normalisht dhe nuk ju hap. Mendonte se do i hapej. Gjatë përdorimit të telefonit, gjithmonë kur janë me Face ID, pra me skanimin e fytyrës, çdo 2 minuta, mos gaboj, telefoni fillon që vazhdon e skanon fytyrën për të gjetur ndonjë ndryshim, për të dalluar ndonjë ndryshim, që edhe ti edhe më vonë kur të kesh dëshirë që ta hapësh përsëri telefonin, të njoh në sekond, në moment dhe mos ketë ndonjë ngatresë ose ndonjë problem. Dhe kjo tregon që privatësia nëpër telefona sot është bërë akoma dhe më e madhe. iPhone 11 dhe 12 sollën kamera shumë fishe, video 4K dhe lidhje 5G. Gjatë kësaj periudhe, Apple theksoi gjithashtu privatësinë dhe sigurinë si një nga avantazhet kryesore të iPhone-it ndaj konkurrentëve, pra ajo që sapo tham. Më pas, iPhone 13, 14, 15 dhe 16 dhe tashmë dhe iPhone 17 që u lançua në shtator të vitit 2025, janë pajisje të pajisura me inteligjencën artificiale të avancuar. Kanë kamera që konkuron pothuajse dhe kamerat profesionale dhe përpunues ultra efikas si Apple Silicon, pra në A17 Pro dhe A18 Bionic. Për kamerat e telefonëve në ditët e sot, me sa vjen që përmirësohen më tepër akoma dhe tani mund të kapësh edhe foto shumë të qarta për shembull të hënës. Ti mund të kapësh foto të hënës me telefon dhe duken të gjitha tiparet e saj, sepse është krijuar mundësia që ti ta afrosh sa më tepër zoomi, pra që quhet, ta zmadhosh sa më tepër figurën dhe për sa më shumë ta zmadhosh përsëri nuk humb cilësia e imazhit. Shumë e vërtetë, sepse unë kam provuar dhe vetë, madje kam përdorur dhe telefona të modeleve të tjera më përpara që nuk kanë qenë Apple dhe nuk e nxinin kaq pastër hënën sa që nxjerr Apple-in. Në fakt iPhone-i njihet më tepër për cilësinë e kamerave të saj. Është shumë e vërtetë. Dhe historia e iPhone-it nuk është vetëm historia e një telefoni, pra është historia e një epoke, ndryshoi botën, industrinë e telefonave dhe ndikoi në mënyrën se si funksionon dhe vazhdon të udhëheqë inovacionin teknologjik. Por sot iPhone nuk është thjesht një pajisje. iPhone-i është një platformë, një kulturë dhe një pjesë e pandashme e jetës moderne, pa të cilën ne nuk do ta imagjinonim dot jetën sot. Jo vetëm iPhone-i, për të gjithë smartphone-ët, ne na duket e pa imagjinueshme që të kalonim një ditë pa i përdorur ato, qoftë për komunikimin me të tjerët, qoftë për të marrë informacion dhe shumë arsye të tjera përse ne mund t'i përdorim telefonat tanë. Dhe madje shpeshherë dëgjojmë edhe fjali të tipit që nuk ri dot pa telefon, nuk e di si ja kanë bërë të parët tanë pa telefon. Kështu që smartphone-ët janë kthyer në domosdoshmëri dhe vazhdojnë të jenë akoma dhe më të avancuar. Është momenti të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi me rubrikën e radhës. Pas çdo aplikacioni ose shpikjeje të krijuar qëndron një person, që ndoshta në disa raste nuk njihen shpesh. Është e vërtetë, sepse kemi shumë personazhe të njohur që kanë dhënë kontributin e tyre rreth teknologjisë, por që ndoshta nuk njihen dhe aq shumë në ditët e sotme. Por në fakt, personazhi për të cilin ne do të diskutojmë sot është një nga personazhet më të njohur të botës së teknologjisë. Ai është pikërisht Bill Gates, një njeri që e nisi punën e tij si pasion për kompjuterët dhe programimin dhe arriti të bëhej themelues i kompanisë Microsoft, e cila ndryshoi përjetësisht mënyrën se si ne i përdorim kompjuterët. Por historia e tij nuk dalet vetëm tek Microsofti.
Ai është një nga njerëzit që kanë formësuar të armën digjitale dhe më vonë u bë një nga filantropët më të mëdhenj në botë. Pra kush është Bill Gates? Si e solli ai teknologjinë në çdo shtëpi dhe çfarë ndikimi ka ai ende sot? Le ta zbulojmë bashkë në këtë rubrikë. Bill Gates lindi në 28 tetor të vitit 1955 në Seattle në SBA. Që në moshë të vogël tregoi inteligjencë të pazakontë, sidomos në matematikë dhe logjik. Në moshën 13 vjeçare, ai filloi të programonte kompjuterin e parë që kishte shkolla e tij. Pra ka filluar që në moshën të vogël, në moshën 13 vjeçare, të krijonte kompjuterin. Aty filloi dhe udhëtimi i tij me kodimin dhe idetë e para për software që mund të ndërlidhni njerëz dhe biznese. Ai kalonte net të tëra duke shkruar kode dhe duke testuar programe. Në adoleshencë, Gates shpenzonte orë të tëra duke programuar, shpesh duke kapërcyer dhe oraret e shkollës. Pra ai shumë rinte duke programuar saqë haronte të shkonte dhe në shkollë. Po, mësuesit e tij normalisht e shihnin si një djalë të veçantë, po, që donjëherë kokfort, por që e shihte botën ndryshe dhe ky pasion nuk u ndal as deri kur shkoi në universitet. Dhe pikërisht universiteti të cilin ai ndoqi ishte Universiteti Harvard, ku u regjistrua për të studiuar, zbuloi se pasioni i tij për kompjuterat ishte më i madh se gjithçka tjetër. Prandaj, pas 2 vitesh, vendosi që të linte studimet për t'u përkushtuar idesë së tij të mëdha, të krijonte software që do të bëheshin standard për çdo kompjuter, për përdorimin e çdo kompjuteri. Ky vendim i rrezikshëm për atë kohë rezultoi të ishte hapi që ndryshoi jetën e tij dhe rrjedhën historinë e teknologjisë së sotme. Dhe është shumë e rëndësishme që e ka marrë një hap aq të rrezikshëm për kohën, duke lënë pas studimet e tij për t'u kushtuar një ideje që kishte, që nuk e dinte as vetë nëse do të ishte funksionale apo jo, sepse donjëherë këto gjëra janë një risk shumë i madh, por që duhet të ndërmeren. Në vitin 1975, bashkë me mikun e tij, Paul Allen, Gates themeloi Microsoft. Qëllimi ishte ambicioz, pra të zhvillonte software-ën për kompjuterit personal që i kemi çdo kush në shtëpi. Një koncept që ende nuk ishte bërë pjesë e jetës së përditshme. Kur IMB kërkoi një sistem operativ për kompjuteret e tyre të rinj, Microsoft ofroi MS-DOS. Ky ishte momenti që e ktheu kompaninë e Gates në një gjigant të teknologjisë. Por suksesi i vërtet erdhi me krijimin e Windows, pra të sistemit operativ Windows që ne të gjithë e kemi dëgjuar dhe shumica prej nesh atë përdor në kompjuterat tonë personal. Unë vetëm atë njoh personalisht. Tani nuk e di nëse ka vetë të tjerë që duhet të ketë, po patjetër që po, por Windows është në tërë anën banë botës në më i njohuri. Pikërisht i prezantuar në vitin 1985. Gates e pa qartë se ardhmja e kompjuterëve nuk ishte vetëm tek fuqia e tyre, por tek lehtësia e përdorimit të tyre, që të ishin të prekshme për çdo kënd, për çdo njeri që të mund ta përdorte atë me lehtësi. Windows solli ndërfaqen grafike me dritare, ikona dhe me mijun, duke e bërë kompjuterin më të aksesueshëm për njerëzit e zakonshëm. Deri atëherë, shumica e njerëzve nuk kishin prekur kur një kompjuter pas Windowsit. Kompjuteri u bë një mjet personal shumë i domosdoshëm për punë, për shkollë dhe për argëtim. Madje slogani i tij i famshëm ishte një kompjuter në çdo tavolinë dhe çdo shtëpi. Dhe sot kur shohim që kjo ëndër është bërë realitet, kuptojmë ndikimin vizionar që pati Gates. Unë nuk e di sa shumica prej nesh në kohën kur doli Windows e kanë patur një kompjuter personal, ose ndoshta të paktën këtu në Shqipëri ka qenë pak më e vështirë, mbaj mend unë, sepse edhe unë personalisht nuk është se e kisha në shtëpi. Por kanë ekzistuar internet kafet ku kishin kompjutera të mëdhenj që ndaheshin dhe mund të shkoje atje të paguaje normale për shërbimin dhe mund të kryeje çdo gjë. Dhe madje mbaj mend që dhe detyrat e shkollës po filluan të kërkoheshin me kompjuter. Dhe shumica e njerëzve nuk është se e kishin në shtëpi dhe detyroheshin të shkonin tek internet kafe. Dhe të gjitha kanë qenë me programin Windows.
unë në shkollë kam qenë në kohën kur kërkoheshin të gjitha me kompjuter. Dhe ishte periudha që pjesa më e madhe e njerëzve e kishin një kompjuter në shtëpinë e tyre, por që ende ekzistonin ato internet kafet ku përsëri nxënësit shkonin më tepër, jo vetëm për argëtim, por edhe për realizimin e detyrave të tyre shkollore. Ndoshta dhe sot jo çdo kush e ka nga një kompjuter personal në shtëpi, sepse gjendja ekonomike varion. Por internet kafet sa vjen dhe nuk gjen më. Mund të gjesh rralluar vërtet. Një ndoshta dhe në qytetin e Korçës ndoshta vetëm një është. Bill Gates nuk ishte vetëm një biznesmen i suksesshëm, ai ishte një vizionar që ndryshoi mënyrën se si ne e shohim teknologjinë. Demokratizimi i teknologjisë. Gates besonte se kompjuterët nuk ishin vetëm për shkencëtarët apo korporatat, por për të gjithë. Kjo filozofi bëri që kompjuteri personal të bëhej një realitet global. Gjithashtu, Gates punoi për standardizimin e softwareve, me Microsoft Office, që përfshinte Word, Excel, PowerPoint, platforma softwarike që ne të gjithë i përdorim. Ai vendosi bazat e produktivitetit modern. Edhe sot, këto programe janë mjeti kryesor në biznese, universitete dhe institucione. Nuk ka njeri që të mos ketë përdorur një herë Wordin për detyra shkollore. Ose PowerPointin më shumë se sa Excelin ndoshta. Exceli më shumë përdoret për punë, për biznese, menaxhime, banka, për statistika, po. Dhe kanë lehtësuar të gjithë jetën tonë, po. Ekosistemi i zhvilluesve, Gates inkurajoi krijimin e një komuniteti të madh programuesish rreth Windows dhe platformave të Microsoft, duke hapur rrugën për softwarein e tre dhe zhvillimet që pasuan. Gjithashtu, Gates kishte një vizion për internetin. Në fillim, ai nuk e kuptoi menjëherë fuqinë e internetit, por shumë shpejt e pranoi gabimin e tij. Në mesin e viteve 90, ai e orientoi Microsoftin drejt webit, duke e bërë një Internet Explorer, një nga shfletuesit e parë të përdorur masivisht. Dhe është e çuditshme se si një person që ka bërë kaq shumë revolucion të mos vlerësoj internetin, pa të cilin këto gjëra nuk do i bënte dot. E çuditshme ta mendosh. Pra, Gates nuk shpiku vetëm kompjuterin personal, por e ktheu atë në një standard botëror, duke sjellë teknologjinë nga laboratorët elitare tek dhomat e ndenjës. Dhe jo vetëm. Pikërisht me kontributin e tij, në kulmin e suksesit të tij, Gates u bë njeriu më i pasur në botë, duke kryesuar listën e Forbes për shumë vite. Por, rreth vitit 2000, ai vendosi që të tërhiqej nga roli i përditshëm në Microsoft dhe të përqendrohej tek filantropia. Së bashku me Melinda Gates, ai themeloi fondacionin Bill dhe Melinda Gates, i cili ka investuar $100 miliarda për të luftuar varfërinë, përmirësimin e shëndetit global dhe aksesin në arsimin dhe teknologji. Sot, ky fondacion është një nga organizatat më të fuqishme jo fitimprurse në botë. Unë ndjem e lumtur që dikush që ka mundësinë për të bërë bamirësi e bën. Sepse mendoj që bota ka më shumë nevojë dhe për bamirësi se sa vetëm për anën teknologjike. Shumë e vërtet. Bota ka nevojë për njerëz me zemër më të madhe, më të hapur. Por kështu, Bill Gates është një shembull i njeriu që kombinoi pasionin dhe vizionin dhe gjithashtu edhe guximin për të ndjekur një ide të madhe, sepse ne siç e përmendëm, Bill Gates në fillim mendonte se interneti nuk ja vlente, pra nuk e kishte vizionin shumë të ulët dhe nuk e di se si ja doli. Dhe më pas nga një ëndër spontane, ja doli që ta transformonte botën e teknologjisë në atë që ne shohim sot të formësuar. Pra ishte thjesht një adoleshent që programonte për orë të tëra dhe u bë një sipërmarrës që transformoi industrinë e kompjuterave dhe më pas një filantrop që po përpiqej ta bëjë botën një vend më të mirë. Pra kontributi im i madh në teknologji është se bëri kompjuterin personal një mjet të përditshëm për çdo njeri, duke vendosur themelet të asaj që sot e quajmë epoka digjitale. Dhe ndoshta ky është mesazhi më i madh i Bill Gates. Teknologjia ka kuptim ku shërben vetëm për të përmirësuar jetën e njerëzve. Dhe ka përmirësuar mjaftueshëm. Po, mendoj unë. Gjithashtu, bota teknologjike ka gjithmonë kuriozitete, dhe si çdo episod të emisionit ton, ne i kushtojmë një rubrikë të veçantë kurioziteteve teknologjike.
dhe pikërisht është momenti për këtë rubrik. A e dinit se hard drive i parë 1 GB ishte gjigant? Në vitin 1980, IBM nxori në treg hard drive-in e parë 1 GB. Ishte sa madhësia e një frigoriferi dhe peshonte mbi 226 kg dhe kushtonte, gjeje sa kushtonte. Nuk e di, po nga shifra që peshonte kaq shumë, mendoj do ishte shumë lek normalisht. Dhe kushtonte $20,000. Sot mund të merrni një hard drive 1 TB që futet në xhep për një kosto shumë më të ulët. Nuk e di kush mund ta ketë bler këtë hard drive, me të thënë të drejtën, sepse përpos faktit që kushton shumë para, është edhe shumë i madh në peshë dhe shumë i madh fizikisht, sa një frigorifer ta marrësh atë në frigorifer 226 kg. Po, imagjino tani të marrësh një frigorifer me vete. Nëse do të duaj, sepse hard drive-et e sotme i fut në xhep. Po. Dhe kushtojnë edhe shumë më pak, madje mund të kushtojnë nëse flasim me euro, 10 euro diku. Po, një hard drive 1 TB që është goxha më tepër se sa 1 GB, kushton aty rreth 20 ose 40 maksimumi euro. Po. Zogu i Twitterit ka një emër, i dihet Elena këtë? Jo. Ai zogu i vogël që shikon në logon e Twitterit. Logoja ikonike e shpendit të Twitter njërë si Larry the Bird. E emëruar sipas Larry Bird, basketbollistit të famshëm të Boston Celtics. Domeni më i shtrenjtë i shitur ndonjëherë. Emri i domenit ishte voice.com dhe mbante rekordin për domenin më të shtrenjtë të shitur ndonjëherë. Në vitin 2019 u ble për një shumë marramendse prej $30 milion. Shpejtësia e internetit në NASA është e jashtëzakonshme. Ata kanë një shpejtësi prej 91 GB për sekond, që është afërsisht 13.000 herë më shpejt se sa shpejtësia mesantare e internetit në shtëpi që kemi në shtëpitë tona, dhe imagjino të kesh një internet aq të shpejt. Po. Çfarë mund të bësh? Vasena, e di se zyra e parë e Google-it ishte në një garazh. Jo. Udhëtimi i Google për të bërë një gjigant teknologjik filloi me modesti në një garazh me qera. Në vitin 1998, Larry Page dhe Sergey Brin hapën zyrën e tyre të parë në garazhin në Menlo Park në Kaliforni. Ky garazh tani konsiderohet si një vend historik për të gjithë entuziastët e teknologjisë. E çuditshme çfarë një garazh mund të bëjë. Ky garazhi duhet kthyer në muze. Disa nga shembujt e parë të teknologjisë ishin mjetet e epokës së gurit. E keni menduar ndonjëherë që veglat e epokës të gurit mund të konsideroheshin sot si mjete të para të teknologjisë? Asnjëherë. Po. Teknologjia është përdorimi i njohurive për të shpikur pajisje ose mjete të reja. Kjo do të thotë që kur njerëzit në epokën e gurit shpikën tenxhere për të gatuar apo dhe për të mbajtur gjëra brenda, ky ishte një shembull i teknologjisë, madje edhe gurët që bënin për gjueti dhe kështu, sepse tregonte evolucionin që kishte koha. Po, përparimin e kohës. Po. A e dinit se teknologjia u përdor gjithashtu për të krijuar vaksinat kundër COVID-19? Pfizer përdori teknologjinë e ARN-s mesazherike për të krijuar vaksinën kundër COVID-it. Kur goditi pandemia e COVID-19, vaksinat e bazuara në ARN mesazherike ishin një teknologji e paprovuar më parë. Ekipi e krijoi vaksinën e re në vetëm 210 ditë. Po, është e vërtet që dhe vaksina e Covidit mori shumë kohë për të dalë në treg, dhe duhet një teknologji shumë e avancuar për ta nxjerrë, dhe madje shumë shpejt e kanë nxjerrë, po ta mendosh. Motorola prodhoi telefonin e parë celular që mund të mbajë në dorë. Unë mendoja se ishte Nokia, por jo, që kërka Motorola. Më 3 prind të vitit 1973, Martin Cooper, një studiues i Motorolës, bëri thirrjen e parë me telefon celular. Telefoni ishte sa madhësia e një tulle dhe nuk bënte shumicën e gjërave që telefonat e sotëm e bëjnë. Pra nuk ishte aplikacione dhe nuk mund të bënte foto si sot, mund të kryejtë vetëm thirrje telefonike. Por që përsëri ishte shumë krijim revolucionar për kohën. Po, pavarësisht se ishte shumë i madh dhe ndoshta peshonte shumë. Po, sepse sa një tull i bie që ka peshuar pak. Por për atë kohë ishte një revolucion. Ne të gjithë në mesazhet tona i përdorim emojit, pra ato fytyrat.
I dinit se emoji I parë u krijua në Japoni në vitin 1999. Fillimisht ishin vetëm 176 simbole shumë të thjeshta, por sot kemi mijëra emoji që përdoren çdo ditë për të shprehur emocione pa nevojën për të shkruar asnjë fjali. Dhe madje sot emojit kanë evoluar aq shumë sa dhe ti mund të krijosh emojin tënd në varësi se si e don ti. Tani ka aq shumë emoji sa është diçka e quajtur Mandela efekt, që të duket sikur diçka që ka qenë në të shkuarën, ty të duket sikur ekziston, por në të vërtetë është diçka komplet tjetër, ose nuk ka ekzistuar fare, ose ty të është krijuar iluzioni që diçka ka patur një tipar tjetër. Dhe ka plot raste që ka njerëz që mendojnë se ka patur emoji të caktuara të krijuara më përpara, duke qenë nga shumëllojshmëria, nga variteti I madh I emojive që janë në përdorim, kanë menduar se ka qenë një emoji specifik që ekzistonte dhe më vonë kur e kërkojnë zbulojnë që nuk ka ekzistuar asnjëherë. Dhe është e çuditshme sepse emojit mund të shprehin atë që ne nuk e shprehim dot me fjalë. Mund të shprehin dhe gjendjen tonë, qoftë kur qajemi jemi të lumtur, qoftë kur kërkojmë diçka. Disit e para USB kishin vetëm 8 megapiksel hapësirë. Pra, asnjë foto që bëjmë sot me telefon. Megjithatë në atë kohë konsideroheshin një zhvillim I madh. Fotot e sotme zen më shumë vend se sa kaq. Dhe duke ditur sa shumë foto zgjedhim të bëjmë sot, po dhe kemi mundësinë që t'i bëjmë aq shumë. Sepse telefonat e para, kamerat janë përmirësuar goxha. E dyta edhe hapësira, memoria e telefonave gjithashtu është përmirësuar, është zmadhuar. Dhe rrallë herë ndodh ai problemi që të kemi me rankun se si të shpreja nuk kemi më vend në telefon. Tani nuk na ndodh më aq shpesh. Tani nuk na ndodh sepse dhe më përpara nëse mund të përdoreshin kartat e memorjes për të shtuar më shumë memori në telefon, tani ka aplikacione si Google Photos apo iCloud ku mund t'i ruash vetëm me një email dhe ato edhe ti nëse ndron telefon ose të ndodh diçka, një ke të ruajtura me email. Nëse e mban mend emailin, mund t'i kesh. Më përpara gjithashtu, nga që ishte ky problemi I hapësirës në telefon, më parë hapësira standarde ka qenë rreth 8 GB që përdornin. Më pas filloi 16 GB, më pas 32 që u bë standard. Më vonë kur doli 64 GB u duk sikur u lehtësua jeta e shumë njerëzve, sepse sa vinte edhe me përparimin e aplikacioneve do të duhej edhe më shumë memorie. Dhe kemi arritur në ditët e sotme që 256 GB është standard. Më tepër I përdorur është 516, mos gabohem, dhe ka shumë telefona që kanë hapësirë deri në 1 TB. Dhe ta mendosh që kaq shumë hapësirë nuk kemi për ta mbushur dot. Nëse më përpara ankoheshim që nuk kishim memorie, tani ankojmë se çfarë do bëjmë me tërë këtë. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për sot për ju. Shpresoj që të jeni informuar rreth teknologjisë dhe mos harroni, vazhdoni të eksploroni teknologjinë. Deri në episodin tjetër, na ndiqni. Mirupafshim.